gjithçka shumë e rëndësishme, me që mos e harroni, koha është shumë e rëndësishme. Mos ja falni njerëzve që nuk ta din, nuk ta respektojnë, nuk të kuptojnë, tallen më në fundit. Dhe kuptoje sepse gjithçka ti e ndjen mrena tije. Ne kur nisemi edhe merremi me veten tonë dhe punojmë me veten tonë, meditojmë dhe bëjmë hipnoz apo thjesht lidhemi me veten tonë, ne mrapa e ndjejmë gjithçka, e ndjejmë kur dikush na gënjen, e ndjejmë dikush kur na e bën vetëm rrafsh, domethënë që na thot vetëm po. E ndjejmë gjithçka, prandaj miq të dashur, e keni një jetë. E di që shumë kanë me thonë, jo, po nana, baba mu më kanë mësu ashtu, tezja doja, ku ta di unë, rrethi, mësusi, bla bla bla, aman edhe ato nuk kanë ditë më shumë. Edhe unë kam pas shumë bindje, edhe unë punoj akoma me veten time, sepse puna me veten është një proces, nuk është puna me veten të ulemi diku me një gur, apo të shkojmë diku në, ku ta di unë, me një kështjell të mbyllemi dhe vetëm të meditojmë 24 orë. Puna me veten është që të pranojmë atë që duam, domethënë të jemi vetvetja, ta themi atë që e mendojmë. Normal ndonjëherë kur ke persona që se kuptojnë ose ke persona që e shef që po harxhon energjinë kot, atëherë leje sepse ato persona në atë shkallë të zgjimit janë dhe mos u merr domethënë më shumë me këto persona, ureja që ta të mirat, pali dashuri me anë të zemrës, por vazhdo ti në ëndrat e tua, në qëllimet e tua dhe mos u mundo shumë të japësh domethënë shpjegime, thuj po aty ku do me thonë po, thuj jo aty ku do me thonë jo. Jeton fundit, miq, jetoni sepse çdo ditë është pjesë e një rrugtimi që të takon vetëm ty dhe ky rrugtim është i mrekullueshëm. Ky rrugtim është, nuk di se si t'ju shpjegoj me fjalë, kur ju do ta kuptoni se çfarë është megjithënë dashuria e vërtet, se çfarë është ndjenja, t'jetosh, ju keni me pa gjithçka në mënyrën më të mirë, sepse e din që ta ka qu Zoti, e din që gjithçka që vjen e ka një arsye, e din që ti mundesh sa herë me zgjedh, çfarë duan me zgjedh.